Ka ulur si parin me sukses të plot festivali folklorik i organizuar në Kot për 3 net me radhë, nën kujdesin e veçantë të Bashkisë Selenicës dhe kryebashkiakut Nertil Bellaj, një mbrëmje e mbushur me emocione, me këngë, valle dhe traditën e bukur labe. Nata finale u prit me mjaft interes nga publiku i gjerë, i cili kishte mbushur sheshin e Kotës për të ndjekur një festival të vërtet dhe të arir dhe mirë organizuar. Për 3 net me radhë, në këtë skenë u ngjitën 20 grupe me rreth 250 festivalist, një aktivitet që përmes kulturës dhe traditës jep një tjetër dimension promovimit të Selenicës. Grupet labe performuan në natën finale këngët e tyre, ndërsa morën duart trokitjet e publikut. Moment mjaft i veçantë dhe emocional ishte pikërisht ndarja e çmimeve. Një certifikat mirënjohje mori edhe grupi i Pilurit, i cili erdhi në këtë festival si një grup përshëndetës dhe certifikata e vlerësimi ju dha nga kryebashkiaku Nertil Bellaj. Është për mua privilegj të jap certifikatën këtyre artistëve, se këta e meritojnë me këngën, me zemrën, me emocionet që na japin të gjithë ne. Unë dua t'ju falenderoj dhe ju publik i mrekullueshëm që për të 3 netët këtu në Kot keni mbush këtë shesh, po jo vetëm si vend, po ju keni mbushur plot me emocion, plot me zemër, plot me një përcjellje e brezat e ri për këngën labe, atë që ne kishim qëllim dhe mision. Këngën labe ta përcjellim brez pas brezi. Japim diplomën grupit Bejka e Bardh Pilur. Faleminderit, po faleminderit juve. Unë kam një jetë që këndoj kështu, po të tillë spektator, të tillë kërkes më jep kurajo, dhe më pëlqen shumë që pa shumë të rinj, ta trashëgojnë kulturën, apo kam gabit, ta trashëgojnë kulturën të rinj, unë ju jap dhe shpirtin, jo zërin. Faleminderit, Zoti ju bekoft. Me mjaft emocion, u prit edhe vlerësimi i 2 grupeve të Vllahinës dhe Gjormit, në të cilën performuan këngëtarët e rinj. Çmimi special për të rinj, grupi i të rinjve të Vllahinës, si grupi me moshën më rinore në festival dhe me performancën me nivel të lartë artistik në interpretimin e këngës tradicionale të zonës në edicionin e 4 të festivalit folklorik Bashkia Selenis, organizuar në Kot 7-8-9 gusht 2026. Juria e festivalit, kryetar Kristo Qipa, antar Golikja Upi, Artur Dhamo. Faleminderit gjithëve. Një tjetër çmim special, pikërisht për të rinjt, shkon grupit të rinjve të Gjormit, me të njëjtin motivacion. Ftoj kryetarin e jurisë, mjeshtrin Kristo Qipa. Faleminderit shumë. Para se të kalojmë të 3 çmimet e mëdha, kemi edhe një çmim special, e kemi konsideruar çmimi i publikut. Dhe kjo shkon pikërisht për një këngë shumë speciale në këtë edicion, i takon këngës Guguftu, grupi Vajz. Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi të marrësh pjesë në këtë festival kaq të bukur. Uroj që kjo këngë labe të trashëgohet brez pas brezi. Faleminderit të gjithëve. Një moment mjaft i veçantë ishte edhe ndarja e çmimeve të para. Çmimin e tretë e mori grupi Gumenicës. Atëherë kalojmë tek çmimet e mëdha. Për të qenë transparent, juria ka votuar në këtë mënyrë. Për secilin grup ka pas në dispozicion 10 pikë referuar 2 këngëve. Me grupimin e pikëve të secilit grup, në bazë të 2 këngëve që ka kënduar, ka rezultuar kjo renditje. Për të qenë edhe më të sakt, renditja ka qenë pak a shumë, por që diferenca e vogël bën atë që sot kemi 3 çmime. Atëherë, çmimi i tretë i jepet grupi i Gumenicës.
Ndërsa me çmimin e dytë të festivalit folklorik të edicionit të 4 që zhvillohet në Kotë të Selenicës, u nderua Krojet e Velçës. Çmimi i dytë i jepet grupit Krojet e Velçës. Vendin e parë të edicionit të 4 të festivalit folklorik të Kotës e meritoi grupi Veshdanishtit, ndërsa çmimi u dorëzua nga kryebashkiaku Nertil Bellaj. Është e vështirë kur ndahen çmime, por fitus janë të gjithë grupet. Fitus jemi të gjithë ne, sepse kemi kaluar 3 mbrëmje të bukura dhe kemi arritur që në këtë skenë, dhe jo vetëm këtu, po këto nëpërmjet mediave transmetohen edhe në përbot, dhe këta të rinj të Vllajinës, të Gjormit, po dhe grupet e ftuara që kanë qenë në këtë skenë, është qëllimi, motivi i këtij festivali. Dhe më lejoni që të them që Bashkia e Selenicës do ta ketë si qëllim dhe motiv kryesor mbështetjen për këngën labe gjithmonë. Dhe japim fjalën që gjithmonë për këngën labe ne do të investojmë shumë edhe më shumë. Dhe tani vjen momenti për të ndarë çmimin e parë të edicionit të 4 të këtij festivali. Dhe çmimi i parë në këtë edicion shkon për grupin e Veshdanishtit. U përmbyll kështu me sukses të plot edicioni 4 i festivalit folklorik që organizohet në Bashkinë e Selenicës nën kujdesin e veçantë të vet kryebashkiakut Nertil Bellaj. Qëllimi është që ky festival të vazhdojë tashmë në një traditë të bukur edhe për vitet që do të pasojnë.